Protestat që kanë përfshirë Shqipërinë prej fillimit të qershorit janë pakëzuar si revolucioni flamingove, pasi u nxitën nga kundërshtimet ndaj projektit turistik me vlerë $1.4 miliard të promovuar nga Jared Kushner në zonën e Zvërnecit. Kundërshtarët paralajmërojnë se investimi mund të dëmtojë ekosistemin e mbrojtur, duke rrezikuar habitatin e flamingove dhe një prej vijave bregdetare më të paprekura të vendit. Në artikullin e publikuar nga The Marker, thuhet se projekti ka nxitur debat edhe jashtë Shqipërisë, ndërsa përmenden pretendime për ndikimin që Kushner gëzon administratën amerikane për ta çuar përpara investimin. Një burim izraelit e përshkruan zonën si ndër më të bukurat në Mesdhe dhe thot se ka presion të vazhdueshëm për realizimin e projektit. Artikulli ndalet edhe te marrëdhëniet e kryeministrit Edi Rama me Izraelin. Rama i ka hedhur poshtë akuzat se protestat lidhen me një marrëveshje për zhvendosjen e palestinezëve në Shqipëri, duke i cilësuar këto pretendime si fantazi. Ndërkohë opozita dhe media pranë saj kanë ngritur dyshime për lidhjet e tij me biznesmenin izraelit Ron Jafet. Sipas shkrimit, Jafeti ka interesa në sektorët e pasurive të paluajtshme, infrastrukturës dhe mbrojtjes në Shqipëri, përfshirë bashkëpunimin me kompaninë shtetërore Kajo për prodhimin e automjeteve të blinduara dhe mjeteve të tjera. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj e ka cilësuar këtë projekt korruptiv, ndërsa opozita ka ngritur shqetësime edhe për marrëdhëniet e biznesit mes Jafetit dhe qeverisë shqiptare. Vetë Ron Jafet mohon çdo përfshirje në Air Albania dhe deklaron se emri i tij po përdoret nga opozita për të goditur politikisht kryeministrin. Edhe qeveria shqiptare i ka hedhur poshtë akuzat duke i cilësuar të pabazuara dhe duke theksuar se kompania Kajo funksionon sipas standardeve ndërkombëtare në interes publik.